krija absurd. Unë marrë dhe iki për në Amerikë. Oh, nga Londra? Po. Po si, në Amerikë si ike? Dhe së shta e shkollaj t'i ikesh? Me avion. Presim biletat edhe ikim në Amerikë. Po bilet, vizë? Me dokument të rem. Marim avionin nga Londra, ishte nisej nga Heathrow për në Amsterdam, dënte atje, me thënë pa zbritur. Pastaj në Meksik më dhenjem 2 ditë. Në Meksik? Uzro? Në Meksik shkove pastaj? Po, në Meksiko... Më falë, një sekund, prit një sekund, se më trashe, tani në hëndo ikësh. Qa kërkoje, Maksi? Qa kërkoje? Vetëm ecje, qa kërkoje ti? Personi që unë ishe shoqëruar jetonte në Amerikë, në Kaliforni, në San Diego, se si në mbush mendja në tymë shumë. Hajë se dhe në presi me buqeta, me lule, me tapetet kuq. E më se të thashe kuptan, ëndra, në sirtar. Nuk të pret njëri edhe sigur të kuptan, mund të uzoj për 2 gjëra, po jo se nuk të mban njëri në krah, alibeq. Mirë po si i thonë, asaj kur të vinë mënë si hanas qënë. Kishe bërë rrugën ndërkoti. Ne këshim bërë rrugën ndërkohë dhe më rrim 2 ditë atje, pas të ikim San Diego. Personi që jeton në San Diego, ishte kthyer në Shqipëri për probleme familjare. Në Itali nuk mbajmë më mirë. Nga San Diego ne rrim 1 javë. Atje në këto hostelet jo shumë të shtrenjtë, me ato lek që kishim, detyrohemi të venim të regjistrohemi atje, mundohemi të regjistrohemi, vemi mbaj mend si sot ka qenë një zyrë avokatësh në qendër San Diego. Japim nga $50 për të mbushur formularin, edhe zonja kur e merr vesh që ne ishim from Albania, o, tha, nuk bëhet kjo. Se i themi? Shqipëria shumë mirë, tha. Shumë mirë. Për ju s'ka azil. Paguam dhe ato $50, edhe ngellëm ne si nuk e di. Do me thënë, ike nga Londra ku t'i jep një lek që t'i jetoje në javë, dhe shkove në Amerikë që t'i merë një lekët. Bravo, po në Amerikë e diti, pas Erlina ju e dini, në Amerikë është San Diego, për jeta shumë e shtrenjtë. Ike pastaj, u ktheve prap ku? Nga San Diego, marim urbanin, autobusin, edhe ikim drejtim Chicago, sepse na kishin thënë që në Chicago ka shumë vende pune, ka shumë kërkesë për punëtor. Në Chicago kam qenë në Greek Town, atje ku ndahet Greek Town edhe Italian Town, në qendër të Chicagos. 1 muaj gjysmë atje, dhe punoja në një ishte mekanik nga Greqia ishte. Pa letra, pa dokumenta, pa gjë? Pa gjë, ne u detyruam, ne vajtëm në qendër, ishte një qendër që dikush na udhëzoi, nuk mbaj mend, atje, ne sa vajtëm ajo mbyll, tha na vjen keq, po ishin, nuk e di, koincidoi që ishte me pushime, nuk e di që ishin ditë pushime, ditë festash. Dhe gjën e parë që bëm, direkt filluam të kërkonim punë. Atje kishte restoran dhe bare, më të thashe, kupton? Qëlloj, kam njohur dhe çam të Greqisë. Çam të Greqisë që jetonin atje, po që e tregonin. Çam të Greqisë që jeton atje, grek të Greqisë, kam njohur. 1 muaj gjysmë dhe një atje, në Chicago. Pastaj? Pastaj unë kishja hallën e babaj, Korçare,
e emigruar në Amerikë në vitin 1940. Babai im ka lindur në shtator të 41-shit, kurse fëmijët e hallës të babait kanë lindur, i pari ka lindur 2-3 muaj para ti, po unë nuk i dija këto, kupton? Ka pasur gjyshi im në anë e babait flas. E gjete hallën, shkove te halla e babait, e gjete? Unë kontaktova me baban nga Chicago, në San Diego, Chicago, diçka e tillë, për të marrë adresën, numër telefoni që ata e kishin, dhe marr Urbanin, aty për aty, më duk si surprizë, nuk e di, kthehem, marr Urbanin nga Chicago për New York, zbres në New York, në qendër, nga aty te qendra e madhe, marr Urbanin dhe u vet atyre në Waterbury. 1 orë udhëtim nga qendra e New York. Të pritën ata, apo thanë, edhe kjo na duhet tani? Unë isha i pari që takoja kushurinë e parë të babait, ata janë 3 vëllezër dhe 1 motër. Gjeta hallën e babait tim, Ramadanit, që e përshëndes shumë dhe kam shumë për zemër. Duke gjatë udhëtimit me Urban, me autobus nga New Yorku për në Waterbury, futem në kontakt me një vajzë dhe pyes. Ajo më uzon, shqiptar, po, me aq pak sa dija. Sa zbres në autobusin, më thot mua se do të çoj tek këta shqiptarë që kanë një supermerkato. Ata ishin nga Struga, e Maqedonisë, 2 vëllezër, dhe kishin supermerkaton babel me stacionin e autobusëve në Waterbury. Futem tek ata me këtë vajzën që më shoqëronte, e thot, tu puna, ky djali kërkon këtë persona, nuk e dim nëse njihni apo jo. Ai u shtan këta, si nuk i njohim ne këta. Biles me ofruan dhe punë. Direkt, nuk ka problem, tha, punë sa duash, tha, për të fjetër këtu larë. Janë rregull. Mirë, po me bukra dhe vinde pastaj, sepse unë isha 21 vjeç. Jam mbaj mend që kontaktit ka pasur gjyshi, i nisni në një lek në ato kohë. Gjyshi ka vdekur 74 vjeç, unë isha 8 vjeç kur ka vdekur gjyshi. Hamiti. Edhe ai ka qenë emigrant në Argentinë në vitet 30. Po ti e paske në gen emigrimin? Ndoshta është në gjake. Një vëlla ka pasur gjyshi, një ka pasur në Australi, edhe një vëlla tjetër në Amerikë. Për plus motra. Tani më trego me pak fjalë nga Amerika, si i ke prap në Londër, këtë dua di unë, dhe pastaj si e i varrit në Itali. Erdina. Te shtëpia e hallës time, personi në fjalë, djali i madh, Edi, ishte general. Po general me plot gojën e fjalës, jo general kot. Po unë s'dija gjë. E kupton? Bashkëshorten e ka irlandeze, djali i madh, i dyti e ka në Çekia. Kurse i treti që ka ardhur në Shqipëri kur ne ishim në Kastoria, në Kostur, Mavrohor, dhe nuk na u dha mundësia, se leqës kishim kontaktet e telefonike, domethënë nuk jemi si në sot që për 10 sekonda lidhemi me hëna. Ky ishte i fundit dhe këta ishin të gjithë vinin nga një familje shumë me pozitë të lartë. Po mirë, pse nuk ndonjë atje atëre? Ai më tha mua, në qoftë se marrim vesh, që ti je këtu dhe unë të... sepse ishe i paligjshëm. Po, ne ku kishin ata problem të më mbanin, të më gjeni mua punë, flasin për general.
Po së të marrin dorë se kishin frikë të gënjenin shtetin Amerikan. A i më tha mua kaq, gjohë, Maksim, thë. Në qoftë se marrin vesh që unë strehoj ty, mua më hedhin prangat. Me pak fjalë, ike që atje, të përzun. Nuk mund që të them më përzun është fjallë e rëndë. Fyej edhe ata. E drejt, po. Fyej ata. Ata brenda rregullave. Sepse unë ishja jashtë rregullave. Si u ktheve